O ti me pas top, sa unë e gjitha bojë. Pas e Domozova. Pas e kime tjerë. Po më thonë më romi që në brejnë, do të me s'kena pas me herë futbol. Të pak të më tha u mlidhshim, shkofshim e shifshim ekipin, tha. Gjithon djavë të hikshim në stadion. Homza ka marrë ambulina, për 3 vjetë e kemë Superligë, ka marrë jo po triumf Homza në mirë vuja, Thjesht në marrë stadioneve, sa kopila e shkofë. Kush informacion a shëf? Portier, Klajdi apo në i tjetër? Myrta Savini, Muqa. Myrta e keni modë Myrta e në? Po. Numrat e keti? Jo, se si ka Numrat e lejtorë. Nëse e mirë por, për mërzitët ka e mbonë më neve. Ka startuar takimi në këtë moment nga gjyqtari kryesori, takimi Lushnjari Granit Sulko, është një takim mjaft I rëndësishëm I javës së dytë për skuadrën e FC 12-ës, ku ka nisur kampionati 9R9. Ka interesim kjo ndeshje e javës së dytë, ku skuadra e FC 12 në takimin e parë ka fituar me rezultati 7-1 ndaj Tiranës Re. Ndaj Tiranës Re, por janë hequr 3 pikë në tavolinë nga institucioni I lartë I FSHF-s për arsye mos paraqitjes dokumentacionit jo të plotë, siç janë kartierat mjekësore të futbollistëve, pavarësisht se I kishin bërë, por nuk ishin dorëzuar në kohë dhe për këtë arsye janë hequr 3 pikë, do ta nis me 0 pikë. I merr në tavolinë skuadra Tirana e Re, pavarësisht rezultatit 7-1. Gjithsesi, është vetëm fillimi, është java e dytë, një takim që si që shikoni nga pamja tona ka interesim, janë dy skuadra që do t'japin maksimumin e saj dhe për të marrë gjithçka nga ky takimi javës së dytë. Luan FC 12 dhe skuadra Lumineses. Skuadra Lumines ka fituar në takimin e parë me rezultatin 4-1. Ka 3 pikë. Janë 8 skuadra që rënditen me nga 3 pikë. Zbrej shumë shpejt skuadra e Luminezës, janë futbollistët e skuadrës FC 12, ku që e zinjtë të FC 12 Myrtaj aploj në krahun e djathtë me njerë kërkon të organizojë FC 12, janë vetëm 2 minuta e pjesë së parë, vazhdon rezultati tjetër I bardhë 0-0. Një takimi që ka filluar shumë shpejt për dyja skuadrat. Formacioni për dyja skuadrat janë që ka gjitë fortë e Myrta ka bërë mrekullinë. Si që ta jo. Se fort është që. Ja, futboliste, është Kaca e ka martor, kërkon krahun e majt, por topi është frenuar një nga mbrojtësit e skuadrës Luminezës dhe hapet me një në krahun e djathtë. Janë futbollistë e Luminezës që kërkojnë ta organizojnë.
është goditje dënimi për skuadrën e Luminezës në krahun e djathtë të saj që do krijohet muri apo jo për skuadrën e FC 12-s. Skuadra e Luminezës në port ka Kurti, Vogli, Dedaj, Vogli është Ergjys Vogli, kapiteni i skuadrës, është 36 vjeçari, pret goditja fundore, shkon për skuadrën e FC 12-s. Do të jetë Myrtaj. Malaj kërkon krahun e majtë. Rabaj. Malaj. Ka dal Kurti me njërë. Kërkon të vendos lojën në krahun e majtë. Është numri 6 Dedaj. Kërkon të vendos lojën me njërë. 25 zbret shumë shpejtë në krahun e djathtë. Malaj. Për ka dalë jakvisë fundore. Luaj shumë shpejtë. Ka futbolist cilësor tek skuadra e Luminezës. Myrtaj. Kaca. Malaj. Skuadra FC 12-s ka këtë formacion. Myrtaj, Saliu, Muça, Baliu, Malaj, Shala, Numajesi, Rapaj, Kaca. Princi ka këtë topim më prapa. Ja futbolistët e skuadrës Luminezës aperojnë në krahun e majtë. E qarkullon kërkojnë top të gjatë, një diagonale shumë e fortë, krahun e djathtë. Muça. Ka mbajtur topin. Kërkon tash vendos me njërë tek Saliu. Numri 25 Alilari. Gjithmonë Alilari kërkon krosimin krahun e djathtë shumë fortë. E pa llogaritësh Rivania Ansore shkon në duart e futbollistëve të FC 12-s. Muça. Malaj. Ishte Rapaj. Rapaj, kërkon një fanelë të kuqe. Numajesi, shumë i trequr. Kërkon driblimi. Alilari kërkon tepre fortë në krahun e djathtë. Është numri 10 Koçi. Po ishte më prapa. Kërkon top të gjatë për tek Baliu. Është larguar Rivania Ansore për skuadrën e FC 12-s. Ka nisur minuta e 8 pjesë së parë. Vazhdon rezultati tjetër i bardhët 0-0 FC 12 dhe Lumineze. Kaca. Rapa Kaca. Gjimo Kaca ka kërë hapë që për goditje. Kaca ka goditur. Ka grështuar. Kurti e kam në krahun e djathtë. E vë në vështërsi skuadra e FC 12 zbret me njerë skuadra e Luminezës. Muça kërkon me e ka frenuar topin në Saliu. Baliu. Rapaj. Kaca ka këtu më prapa tek Malaj që në mbrojtje skuadrës FC 12-s. Apelon në krahun e majtë. Muça. Jo Muça kërkon krahun e majtë. Është Numajesi. Kërkon të hyjë në driblim. Rapaj. Lëvizën! Wow! O shale, lëviz! Baliu. O lëviz! Pret krosimi. Është godit tepër fortë. Rivania Ansore për skuadrën e FC 12-s. Saliu. Malaj. Kaca. Ka marrë topin.
ecën për para me top, I pangacmuar nga futbollistët e skuadrës së Luminezes. Malaj. Shala, që ka kabuar në pasime. Ansore. Për skuadrën. Se merë komand nga jo. Dënimi për skuadrën e Luminezes. Një stafi mjekësor për t'i dhënë ndihmën e dur futbollistit të Luminezes. Dhjetë minuta lojë pjesë së parë. Vazhdon rezultati i tij bardhë 0-0. FC 12 dhe Lumineze. Pritet Ali Lari. 3 futbollistë FC 12 në mur. Pritet goditja të shknit. Ka gabuar, është Mumajesit, ka puloj në krahun e djathtë tek Shala, kërkon mirë pasimi. Del Kurti, I cili ka marrë topi. Ali Lari. Gjithmonë Ali Lari. Kërkon krahun e majtë. Është Salliu. Gjithmonë Salliu, ecë shumë shpejt. Ka goditur në mënyrë të gabuar. Fundore për skuadrën e Luminezes. Do jetë Kurti, I cili ta vendos topin në vendin e caktuar pranë zonës së vogël. Apeloi me një krahun e majtë. Ja, futbollistë e skuadrës Luminezes kërkon top të gjatë, krahun e djathtë, Muça. Malaj. Kërkon korridorin shumë shpejt, pret krosimi I tij, pranë sfundore. Kaca, ka mbajtur topin. Gjithmonë Kaca. Kërkon top të gjatë për Balliun. Ka dalë dhe Kurti pranë sfundore. Deta ka pulon krahun e djathtë, shumë fort e pa mund. Malaj. Shala. Kërkon korridorin. Dhe më Shala kërkon triblimin. Ka vënuar, është shkaputur momente e fundit. Rivenansore shkon për futbollistë e skuadrës FC 12-s. Malaj. Malaj. Rapaj. Malaj. Pasime dhe shkurta është topi është më prapa tek Myrtaj. Kërkon Shala, ka gabuar Myrtaj. Gjithsesi ka marrë topin Shala. Kërkon me njërë Muçë. Është Mumajesi, I shpejtë, gjithmonë Mumajesi. Ka dalë Kurti. Kersan Kurti. Ali Lari. Salliu rivenansore për skuadrën e Luminezes. Prençi. Në këtë rivenansore në krahun e majtë. Muça me kokë. Rapaj. Malaj. Gjithmonë Malaj.
Kërkon korridorin, është mbyllur në njërë nga futbollistët e Luminezës, topi është shtyrë tek Kurti. Para çuna, ec. Vogli. Ka mbajtur topin. Gjithmonë Vogli. Shkoj. Kërkon top të gjatë, një diagonal kraun e gjatë Muça me kokë. Kaca ka kthyer më prapa tek Myrtaj. Apelon në kraun e gjatë tek Malaj. Gjus! Bravo, edhe je! Rapaj. Rapaj. Rivani Ansore, shkon për skuadrën e FC Grimrietës. Pra skuadrës si gjithmonë ndodhet presidenti i skuadrës së FC Grimrietës, zoti Sajmir Allushi. Në drejtimin e skuadrës, pasi kapiteni Endrik Kaca është njëkohësisht dhe trajneri i skuadrës FC Grimrietës. Shalë nuk arrin totë, topi është më mbrapa tek Kurti. Salliu me kokë. Vogli. Shala, Kaca kërkon kraun e maj tek Mumajesi, i cili ka mbajtur topi pranë sa nuk ka mbajtur dot topin. Rivani Ansore shkon për skuadrën e Luminezës. Malaj ka nxjerr topi jashtë Rivani Ansore në kraun e djathtë për skuadrën e Luminezës. Aty, Ka qenë Salliu i cili ka larguar topin në thellësi, aty ku është Kurti, gardiani i portës së Luminezës, apelon me një kraun e majtë. Vogli. Rapaj. Kaca. Kaca kërkon kraun e majtë djathtë tek Balliu pret krosimi. Nuk arrin të godiste. Ishte Shala në tre hapsh. Bravo balli, super, ajo. Ty, larg. jeni mirë, Qoj parë, hajde Nica, topi jo. Topi është më prapa për sëri tek portieri Kurti. Kërkon godasë, kërkon shokët e tij. Muça. Kur topi nga këto, ja futbolliste Luminezë kërkon top të gjatë, prit goditja. Ka hezituar në momentin e parë. Kishte gjitha mundësinë që mund godiste kuadratin e portës. Gjithsesi. Është vetëm një fundore, por ishte Alilari që ishte goditur brenda zonës. Nuk ka faull. Kaca. Loje si lurën shpirti mos e kurse. Myrtaj. Gardiani i portës për skuadrën e FC Grimrietës. Kaca. Ket përsëri topi tek Myrtaj, si luan me këmbën, në kraun e majtë tek Muça, përsëri Myrtaj. Rapaj. Muça. Kërkon korridorit të shpejtë për Balliu. Jo gjithmonë. Qet, o koç, jo gjithmonë. Malaj, goditje dënimi për skuadrën e FC Grimrietës. Kaca. Malaj. Përsëri Kaca.
Malaj kërkoj të zhvendos trojën në krahun e djatit përsin e Kaca. Krahun e majtë gjithmonë Kaca. Rapaj. Malaj aperon krahun e majtë Kaca përsëri me pasime të shumta për skuadrën e FC 12-s. Dosha kërkon trekjen e skuadrës së Luminezes pasi është trequr. Rapaj. Mumajesi. Lojtari shpejt, teknikë, do mirë me topin. Po mbuloj deri tash është mbuluar mjaft nga futbollistët e skuadrës së Nuk e kam marrë më sfrutojnë pasi për një moment në bashkë me Male nuk e janë marrë vesh. Gjithsesi gjithçka është në kontrollin e tyre. Rapaj. Malaj. Topi këtu më mbrapa tek Mjuktaj, luan tek Rapaj. Kaca. Me Balliun. Alilari, Gaston Balliu. Topi këtu shumë mbrapa tek Kurti. Çapuloj në krahun e majtë, jam futbolliste Luminezes. Kërkon krahun e djatë. Pasime të sakta për futbolliste Luminezes. Nësori ka qenë Salliu i cili ka larguar topi nga ky rrezik i skuadrës së Luminezes. Që Dedaj kërkon krahun e djatë. Balliu. Shala. Rapaj. Shala kërkon ndihmën e shokëve. Është edhe Dedaj me kokë. Salliu. Tek Mala këtë rivën e anësore. Mucha. Minuta e 22. 0-0. Shala. Ka qenë Mucha. Pranko 10 sekundin këtë rivën e anësore. Kaca. Pret faul, nuk e vyktari. Bravo, Scancio, bravo, loj! Granit! Është vyktari kryesori takimi Granit Surko. Galusha ka dhënë një faul për skuadrën e FC 12, pasi ka pasur një fërkim brenda zonës nga futbolliste Luminezes. Rapaj. Mumajesi. Bravo! Hajde, rështo! Ti merje! 23 minutat e pjesë së parë vazhdon rezultati të jetë i bardhë 0-0. FC 12 dhe Luminese. Fundore. Kurti. Kon top të gjatë. Kaca me kokë. Shala ka marrë topi, mo Shala. Priete pasi shumë i fort, ka që për balli shumë i fort i pa llogaritur goditja e topit nga ana e Shalës për Balliun, edhe pse ka bërë gjitha përpjekjet e tija për të arritur topin. E pa mundur, Rivania shkon për futbolliste Luminezes.
Po granit. Granit shivi po shivi. Kaca, apelon e kraun e majtë e Kaca. Muqa. Malaj. Shko. Edhe shumë fort Balliu. Princi. Vogli. Princi. Vogli. Ima Shala. Bravo Kristo, bravo! Është goditje e dënimi për skuadrën e FC 12-s. Ka qenë Shala. Gjithsesi shikojmë gjyqtari kryesor I takimit. Është vetëm një rival janësore, jo faulli. Kaca. Pra mis fundore ka krosuar me kokë është Muqa. Kon top të gjatë. Kaca. Është larguar topi primarja për skuadrën e Luminezes. Bravo, e more! Vazhdo! Skuadrë Bravo, Gjus, bravo! që në minuta 26 arrin të realizoj golin skuadra e Luminezes pas një gabimi në kraun e majtë mbrojtësit të Mala nuk arriti do të largoj topin në rivanja anësore, ka shfryzuar topi, ka marrë topin. Afro, Rapaj, Saliu, Çopa! Kaca, Fred, bravo! Bravo, coach, edhe pak! Bravo! minuta 27 pjesë së dytë, për vazhdo rezultati 0-1 për skuadra e Luminezes, ka realizuar gol skuadra e Luminezes, duke shfrytëzuar një gabim të mbrojtjes. Malaj, Rapaj, Hajde tash avash, hajde! Malaj, Hajde! Stia! Malaj, Jotja! Vazhdo! Kurti, kërkon top të gjatë, me kokë. Hajde! Kaca kërkon të Balliu, në kraunetja top është thërë të Kurti. Qoj! Kërkon diagonale kraun e djatë rivanja anësore për FC 12. Nuk duhet nakti andi! 28 minuta loje dhe 2 minuta në përfundim pjesë parë. 0-1 për skuadrën e Luminezes. Nuk den! Shkoj! Bravo! Saliu, Bravo! të vekshtu më prapa tek Myrtaj. Muqa. Myrtaj. Saliu rapid kraun e djatë. Balliu. Zimon Balliu. Kontyri tribim. Kontar vendos lojë. Malaj. Bravo, aty! Rapaj. Malaj. Aty, vazhdo, sa me shpim! Bravo, hajde, bravo! Topi parë, fiu Ljora! Është goditje dënimi për skuadrën e FC 12-s. Fiu Ljora, se muri, afro pak, muri! Afro muri, afro!
Hey, topi parë, hey! Hey, Timenin, hey! Shikojmë çfarë do të jetë kjo goditje dënimi. Topat e ty! Të përfortë jashtë kuadratit. Që në malaj. Oj nga distanca. Luminezja me këtë fitore deri në këto momente gjetë kuadre 6 pikëve. Hey, tak, hey, o granit, është karton, o granit! Është goditje dënimi. Shkoj topit, Nilso! Shkoj topit! Pret goditja, ka goditur. Myrta ka bërë mrekullim. Po ka dhe vështemati gjyqtar kryesor të takimit. Është mbyllur pjesa e parë me rezultatin 0-1, kur e shënuar minutën 26 nga futbollistët e Luminezës. Ka qenë pikërisht Deda, që kanë çarruar pjesa e dytë. Okej, ke çik zafë? Ka, për pas për e se Mush? Bronz italian. O portier, çka ke? Ja që të filit shpejt. O portier. Ka respekto, prapë dhe duhet keq.
Ja respektoj dhe për në më përdosi. O Samuel, taksi rap. A ke Sprite me ty? Sprite, cola, çfarë dush? Sa më da, zirë. Shumë e fortëm. Nuk e lirë pak. Lirë ati. Jo shumë e fort shumë. Shumë se. Shkosh mirë. Edhe mirë. Më mirë. Edhe shumë mirë. Tani të rojë. Gajtë largë, se nuk po. Ri. Ti të mandorëm. Dita ti ke drita se më qave karën. Tani drita ka qenë komunikimi, ka lezet. Jo, fotograf. Shkoj mërda. Ka pa to. Pritet dhe starti pjesë së dytë, si që ndonjë nga transmetimi tonë. Pjesa e parë u mbyll me rezultati 1-0 për skuadrën e Luminezës, goli shënuar minutën 28 nga Gjuzi. Që qatë dhe pjesë e dytë asnjë po ka hyrë në fushën e lojës Mila. Shala ka lënë fushën e lojës. Ky është ndrimi i parë tek skuadra e FC 12-s, tek skuadra e Luminezës asnjë ndrim. Opa! Ja, futbollistët e skuadrës Luminezës në këtë rivan janësore në krahun e Majt është numri 13 Prençi. Hajde. Shikoj çfarë do dhuroj kjo goditje dënimi në krahun e Majt. Është vetëm fortë. Pret goditja. Është larguar nga kaca. Në krahun e Majt është Gjuzi. Numri 31 Gjuzi. Shkurti Gjuzi ka realizuar golin e vetëm deri këto moment, topi është më prapa. Vogli. Tino! Mala me kokë. Topi shkon në rivën e anësore për futbolliste e FC 12-s në krahun e Djat Salliu. Shkoj! Bravo, kot! Goditje dënimi për FC 12-ën. Pavarësisht zotrimit e topit, kërkon topi me një tapit në krahun e Majt tek Humajesi. Kaca. Evo Kaca. Daj, do më shpi! Haxhi. Mila. Hajde, mirë. Qita topin tu. Kërkon krahun e Ali Lari. E ka marrë topi gjithmonë Ali Lari. Kërkon një top futboll. Ka goditur duke kapuar. Dhe ko e pasën më? Ej! Mala ka një top të gjatë për Miller, krahun e Majt. E pa mundur. Kurti. Një top të gjatë. Ka qenë Haxhi. Ka dalë dhe Muça nga fusha e lojës. Haxhi në krahun e Djatë Salliu.
Alivari. Alivari pret goditja, Alivari. E lan. Rapaj. Gjithmonë Rapaj. Kaca. Kërkon Salliu në krahun e tij Malaj. Kaca. Ka për këtë lëvizje mashtruese Kaca. Kërkon tash vendos lojën krahun e majt tek Haxhi. Rapaj. Ema Rapaj. Kërkon një korridor në krahun e djap për Salliu. Arrivan Jansore. Shkon për skuadrën e është ka pozicion jashtë loje. Kërkon një top të gjatë. Fundore për skuadrën e FC12-s. Myrtaj. Haxhi. E ka marrë topi, kërkon përsi në krahun e djatë tek Malaj. Myrtaj. Kaca. E zhvendos lojën në krahun e djatë, Malaj ka goditur me njërë. Rapaj. Salliu e ka këthyrë më prapa tek Myrtaj. Apelë në krahun e majt tek Haxhi. Gilmon Haxhi. Rapaj tek Salliu. Ka gjetur korridor mjaft mirë tek Kaca. Kaca. Kërkon në mirë Haxhi krahun e majtë. Ka goditur me njërë. Është larguar topi nga mbrojtësat e skuadrës të Luminezës Jansore për futbollistët e skuadrës së FC12-s. Rapaj. Gilmon Rapaj. Kaca. Apelon me një zhvendosë në krahun e djatë. Tek Salliu. Rapaj. Arrivan Jansore. Shkon për futbollistët e skuadrës së Luminezës. Lë topi Alivari. Alivari, nga smaga Mumajesi, kërkon krosimi, është larguar. Ka goditur fundore për skuadrën e FC12-s, Myrtaj. Malaj. Rapaj. Mumajesi. Rapaj ka kthyer tek Myrtaj. Kërkon ta vendos lojën krahun e djatë tek Malaj. Balliu. Kërkon korridorin. Është fenomen pa rregull. Balliu godit dënimi për skuadrën e FC12-s. Kanë qenë dy futbollistë e skuadrës së Luminezës. Shkojnë çfarë do ka ndrim te skuadra e Luminezës. Halili. Halili. Hajde. Largohet Dedaj. Kaca. Ka fost top brenda zonës ka. Është ka pozicion jashtë loje. Po portier, shive qik porto. Hajde quna, mos e unë ritmin, hajde. Është fundore për skuadrën e Luminezës. Ishte Malaj me kokë. Balliu. Gjithmonë Balliu krahun e djatë.
Kaca. Pa panik, qet! Qet, s'ka gjo! Ka goditur me njërë. Ka qenë goditje fantastike Balliut. Drejt kuadrarit të portës, Kurti ka devijuar goditje këndi. Në kraun e djatë të FC2-s, Balliu. Topi fare, Çfarë do të kjo goditje këndi? Ka problem për gardianin e portës Luminezës. E ka kaluar asnjë problem. Është quar. hajde, o quna, Është kjo goditje këndi. Hajde, hej! Topi goditur. Edhe jetë! Ashtu, edhe jetë! Shko! Bravo, Gjus! Është Gjuzi që e ka larguar. Shumë energjik. Drim! Granit, ndrim! Të qikë oficerës. O koq! Mos fi pa dalë. Hajde quna, hej! Hajde, mos të ullë ritmin, hej! 10 minutat e pjesës së dytë. Vazhdon rezultati tjetë Pret, o granit, 0-1 s'ka dalë. për skuadra e Luminezës. Ka një rast mjaft të mirë, rast mirë kraun e majtë të futbollistë të FC12-s. Gjus, jo vetë fara, Gjus, po dali top! Duhet aty! Bravo! Dhe në kraun e majtë, pret goditja. Kaca, ka konë top t'i gjatë kraun e majtë. Është devijuar në rivalin rësore. Hajde Gjus! Bravo, Bled, Haxhi. hajde! Opa, tash. Lica, aty! O shef, hajde, ma! O shef, hajde! Ej! Haxhi. Apelon në kraun e djatë, tek Saliu. Malaj. Kaca. Ishte Saliu. Malaj. Kaca. Apo Kaca, pret goditja. Është devijuar nga numri 13 Prenqi në rivalin anësore. Balliu, të dy luftim anësor. Kaca. Qet, hajde! Kaca. Ka konkurriton për Millën, gjithmonë Milla. Blet, shkon Gjuzi e mjë ti. Ka shpërduar një rast mjaft të mirë skuadra FC12 me Millën në kraun e majtë. Kishte gjitha mundësitë. Dhe ishte më sakt. Kurti. Është larguar me një nga Haxhi. Qet! Kurti. Bravo! Dhe dënimi për skuadrën e Luminezës. 13 minuta. Lojt pjesë së dytë. Vazhdon rezultati tjetë 1-0 për Luminezës, kur e shënuar minutën e 28 nga Gjuzi pjesë në fundi pjesë parë. Apelon në kraun e djatë Alilari. Pret goditja. Është fundore për skuadrën e FC12-s. Myrtaj. Rapa të Malaj. Lejtë më shpirë.
Haxhi. Porta tu Gonzalez. Kraun në majtë. Kjo rrëve një nësore për FC12 të Kraun e majtë. Hajde, Ros, kasi qo, hajde! FC12, Balliu dhe Kaca. Ndoj dhe një shirni! I këtë meske vija plu! Ose ka i quni atë u el! Shife një nga të ty! Endo! U paro! Aty! Jashtë! Shkoj! Qet! Vikën! Përfunduar ndeshja në Suedia dhe skuadra kosovare ka arritur të marrë një fitore me shumë rëndësi dhe jetë një hapë të sigurt për vendin e dytë të play-offit botrorit. Është kjo fundore, goditje këndje për skuadrën e Luminezës në Kraun e djathtë. Po balli më afër, se je shumë larg, më afër aty. Riverensore është devijuar topin nga futbollistët e skuadrës së FC12-s. Gjuzi lë fushën e lojës. Shumë e vështirë pamja për si do dhe stafi skuadrës Luminezës në Kraun ton të transmetimit. Kaca është Mila. Ka ditu ja skuadra. Rabaj. Haxhi. Kako Kraun e djathtë Salliu e ka cili ka marrë topin gjithmonë Salliu. I pagasuar nga futbollistët e skuadrës Luminezës, cili vazhdojnë 1-0, gol i shënuar nga gjysmë minutë 28. Ka vonuar Kaca. Mumayesi. Qet! Dhe dënimi. Stop! Fiu nga loja! FC12. Murit, Mesha, Lilar, Murit! Pedro, aty, ashtë. Mumayesi. A pjej ka futu dhe ti në mur, ha? Ndoshta dhe godje direkt për në portë. Dani lojtarët, Dani lojtarët! Dani lojtarët! Pritet të goditja nga Mumayesi, 3 futbollistë në mur për skuadrën e Luminezës. Mumayesi ka kon korridorin, Mila, në shfrytëzohet Salliu, është Rapaj. Pas kaloj aty mes linjave, Malaj. Jo topi mes linjave. Ka mbajtur topi, ka vënuar aksioni e FC12-s. Rapaj. Kaca. E ka këtë më prapa tek Malaj. Kaca. Jo, Pedro, jo. Ka një top të gjatë Kraun e djathtë për Salli goditje këndi. Për skuadrën e FC12-s.
Humajesi. Bravo! Ec! Parashir ka një rast të miku në sulm shpejt për skuadrën e FC2-s. One Peter! Avash. Hey! Po të ja shef që i biga mrapa. Shtirë! A shef që i biga mrapa ti? Bledo, më shpejt, më shpejt. Hajde këtu fare, dike tje. Mos hajde këtu se për ardhe të syvëm mes. Ik? Nuk është falla jo, valla. Po që ishte, të ra komën to. Përësisht, iku topi. Hajde. Publiku. Numritet ishtë futbollisti i skuadrës FC2-s tash në luan për skuadrën e Luminezës. Bravo! Ka rëndimë shtuva pingule skuadrës e FC2-s. Ishin pranë golit të dytë skuadra e Luminezës. Haxhi. Apeloj ekranin tek Mila. O kur! Po jo nëse si boni asë gjokë, burdenet. Po jo e gjokë në një Është goditje dënimi për skuadrën e FC2-s, si gjithmonë kaca në këto goditje standarde. Hey, topi parë! Hajde! Apri! Topi parë, hey! Gjupa, gjupa! Kaca. Fundore. 20 minuta në pjesë së dytë dhe 10 minuta në përfundim të krejt takimit. 1-0 për Luminezës. Granit, trim! Vali larg! U bale! Garçon! Hajde Pedro, ere! Dënimi. Ishte Abu Bakara i cili ka fituar këtë goditje dënimi për skuadrën e Luminezës. Ma distanca e dur 6-15. Gjyqtari kryesor i takimit. Janë futbollistë e skuadrës për goditja, ka goditur jashtë kuadratit. Ndore për skuadrën e FC2-s, Mjutaj. Hajde Pedro, hajde! Au, mos u tish direkt, ashtu! Ti e tau! Nossa! Hece! Gjonjar për Gjonjar! Ka asgjë, po gjyqtari kryesor i takimit. Edhe pse u prendua ndoshta nga pika e bardha. Ose shikti mendimi, pasi ka qenë pranë aksionit. Mumajesi prit goditja, ka goditur. Ishte pranë golit barazimit. Kurti ka bërë mrekullinë. Duke zhvendosur topin në krahun e djatën goditje këndi për skuadrën e FC2-s. Kaca ka shpëtuar për mrekulli portë e skuadrës. Arriva një anësore.
Haxhi. Bravo! Arriva Nazzore. Topi parë, Petro! Milla. Kërkon për një rivëdrëshës të Haxhi. Ja futbollistë luminezës. Cilët e ka frenuar aksionin. Kanë marrë. Bravo! Hajde, qupa! Hajde, më qetë, më! Gjithmonë Kaca. Malaj. Kërkon me njërë Mumajesin. Arriva Nazzore për FC 12-ën. Haxhi. Rapaj. Ka mbaj topin. Milla. Rapaj. Jo mes linjave, ashtu. Mos u hap shumë, Malaj. se kalon topi mes linjave. Aty. Kërkon korridorin. Bravo, tire. Baruti. Do të dënimi. Në paregull. Më qetë, merë topi me aty, 25 minuta loj. Pjesë të dytë vazhdo rezultati i pjesë parë. 1-0 për Luminezës. Goli që nga gjuzi minutën 28. Kaca dhe Malaj. Shikoj çfarë do sjell kjo goditje direkt. Në krahun e gjatë është Salliu. Pret goditje. Sa bire do ka dy. Po pation ka dy rëndë që pa. Si pash varë kur ana. Shkoj me të dyja. Ashtu se pash varë. Kështu nduket. Pylyku ish futbollisti i skuadrës së FC 12-s. Tipse ti të fos tjetër. Që dhira antesh, shijara 10 minuta. Tek dime. E shkolla ti dajë. 4 minuta. Le folë me të rria të më, hajde më. I ka pe strong tjetër. A pe strong, E doni atë? E doni atë? O për trit për masa dhe se një. Jemi racista ne. E në shlia jena shumë, jo qiku. Pedro! Lanzorit. Albidro! Kurti. Po boja pra me shë, ju palosh! Goditja nuk është bërë akoma pas si një futbollist i skuadrës së Luminezës ka ju pa vëndjenin nga gjyqtari kryesor i takimit të Sulko. Hajde më shvendosu, hajde! Ledhe, Petro, ledhe! Sapi ty! Pa fallo, tao! Rapaj. Malaj apeloi kërën e majt e Haxhi. Det, aty pa jam rojtës ti, det! Rapaj. Haxhi. Ka marrë topi, kërkoj një fanel të kuqe. Shpërnuar nga futbollistët e skuadrës së Luminezës, apel kërën e djatë mjaft e organizuar. Milla. Theodoras, so čuna,
Haxhi. Rapaj. Muma jesi. Kontribimi. Godje dënimi për skuadrën e EC12-s. Haxhi. Bravo! Aty. Rapaj. Mos e lej ta luj tani. Bravo! Myrtaj. Malaj. Mila. Ka ikur topi nga kontrolli. O Klev, fut punën dojnë. Ik, Pedro, ik. Eca, let. E top gjallë karonet majtë ja futbolliste Luminezes. Halili. Saliu. Numa esi. Ima mua esi. E ka vonuar. Korridori karonet djata. Bravo, çek. Iku. Pret pasimin e kraune djatë. Bubakar e ka marrë topin. Bubakar e ka këtym më mbrapa. Ka Lyku. Myrtaj. Apelon e kraune e majtë. Haxhi. Apelon e kraune djatë. Malaj. Topi me stilja me meshe. Doktore, pa vazhë burë, se si e shashkoj bërë, Shana shua. Që kabi? U vëllinë mbrapa. Eu i bidonu. Do flasin drejt, do flasin. Markato në dimër dhe du. Ka me ta mylli tani, japit. Po jo më s'ka. Fali. Hajde.
kaluar. O Albidër! Ej! Ka gjë. Po, a marrë ordja? Hajde ko hajde. Hajde të të të. Sa hajde. Hajde merë këtaj.